Vetëm 24 orë para çeljes së edicionit të 9 të Festivalit të Muzikës Moderne po zhvillohen përgatitjet e fundit nga organizatorët dhe instrumentistët. Festivali rikthehet edhe këtë vit me një program që sjell në skenë artistë shkodran dhe të ftuar, duke synuar të promovojë muzikën moderne dhe interpretimin instrumental. Drejtori artistik i festivalit, Gjon Shllaku, shpreh se edicioni i vjetshëm është konceptuar në 2 mbrëmje të veçanta, me një program të larmishëm ku një vend të rëndësishëm zë edhe formacioni Big Band, i cili ndërthuar traditën muzikore me çastje bashkëkohore. Big Band është traditë e festivaleve, por është traditë e qytetit Shkodrës. Me fjalë në vitin 72, një band e vërtet e mirëfillt Big Band ka funksionuar në teatrin Migjeni. Pra ne jemi vazhdimësia e asaj kohe që sot vjen në forma të reja, në forma më moderne. Në natën e dytë të festivalit, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë tingujt e muzikantit Markelian Kapidani dhe grupit të tij. Është një grup i ndërtuar me shqiptarë, gjithë jemi, pra është një grup i cili ka një repertar gjithmonë të lidhur me standardet e jazzit, edhe do të losim standard jazz kryesisht. Edicioni 9 i Festivalit të Muzikës Moderne do të mbahet më 27 dhe 28 qershor në Teatrin Migjeni në orën 19, duke sjellë 2 mbrëmje të dedikuara muzikës dhe interpretimit live.